Misteri i zhdukjes së Eglant Koçit mbetet ende pa përgjigje, por hetimet e policisë së Tiranës dhe prokurorisë po ndërtojnë gjithnjë më qartë skemën e asaj që dyshohet se ka ndodhur me 34 vjeçarin që prej datës 4 qershor. Sipas hetimeve, dita e fundit kur Koçi është parë, ka qenë në lokalin Armand Shakajt. Këtë fakt e ka konfirmuar edhe Enea Zyferi, kamerieri i biznesit, i cili ka deklaruar para hetuesve dhe më pas para gjykatës së Tiranës se e ka parë Eglantinin të hyrë në lokal, por nuk e ka parë më të dalë prej tij. 25 vjeçari arrestuar për përkrajet autorit krimit ka mohuar përfshirjen në ngjarje dhe ka deklaruar se nuk ka dieni për fatin e Koçit. Megjithatë, dëshmia e tij ka ndihmuar hetuesit të rindërtojë lëvizjet e personave të përfshirë. Sipas Zyferit, në ditën e ngjarjes Armand Shakaj i kishte kërkuar të fikte dritat e lokalit duke i thënë se do të nxirrte jashtë një frigorifer. Verifikimet e policisë kanë treguar se edhe pse ambienti ishte në errësirë, kamerat e sigurisë kanë vijuar të regjistrojnë. Pamjet filmike të administruara nga grupi hetimor tregojnë Shakajin teksa del nga ambienti me një objekt të madh të mbuluar në ngjyrë të zezë, ndërsa hetuesit dyshojnë se aty mund të jetë transportuar trupi i pajeti i Eglant Koçit. Dyshimet janë të përforcuar edhe nga provat e gjetura në automjetin e Shakajt, ku janë konstatuar një lloj gjaku. Sipas dëshmisë së Zyferit, një ditë pas ngjarjes, Shakaj ka kërkuar të lante makinën në një zonë të largët pranë fundit të bulevardit të ri, pikërisht aty ku ai është ndaluar nga policia. Një tjetër provë e rëndësishme për hetuesit ka qenë gjetja e motorcikletës së Eglant Koçit në zonën e 5 majit. Analizat e kamerave të sigurisë kanë zbuluar se mjeti ishte transportuar aty nga vetë Armand Shakaj. Sipas policisë, motorcikleta është lënë qëllimisht në atë zonë për të humbur gjurmët dhe për të orientuar hetuesit në një drejtim të gabuar. Pamje të tjera tregojnë 41 vjeçarin duke lëvizur me motorcikletën e Koçit dhe më pas duke u larguar nga vendi ku ai u braktis. Këto prova e kanë lidhur drejt për drejt Shakajin me zhdukjen e 34 vjeçarit. Pas këtyre zbulimeve, policia ka identifikuar edhe ambientin ku dyshohet se Eglant Koçi është mbajtur peng, ndërkohë një tjetër pistë hetimore lidhet me lëvizjen e Armand Shakajit drejt zonës së Dajtit menjëherë pas ngjarjes. Sipas dyshimeve të prokurorisë, ai mund të ketë udhëtuar në zonat malore për të fshehur ose zhdukur trupin e viktimës. Për këtë arsye, kërkimet janë zgjeruar në territorin mes Tiranës, Dibrës dhe Librazhdit, ndërsa deri më tani nuk është gjetur asnjë gjurmë e Eglant Koçit. Burimet pranë hetimeve bëjnë me dije se motivi i dyshuar i ngjarjes lidhet me konflikte që mund të kenë origjinën në aktivitetit të kriptomonedhave dhe call centerave. Megjithatë, autoritetet vijojnë të mbledhin prova për të dokumentuar plotësisht ngjarjen dhe për të zbardhur fatin e 34 vjeçarit i cili prej një jave rezulton i zhdukur pa gjurmë.